GKK ka shtyr sërish seancën për dosjen Partizani me të pandehur Sali Berishën, dhëndrin e tij Amar Maltez dhe 3 të tjerë. Shkaku bë mungesa avokatit Sokol Hazizaj dhe Vasilika Hysit, që mbrojnë Fatmir Bektashin dhe 2 kompani. Seanca radhës u shtyr për në datë 10 dhjetor, ora 12:30. Në seancën e kaluar, GKK rrëzoi kërkesën e Berishës dhe të pandehurve të tjerë për pavlefshmëri të akteve dhe papërdorshmëri të provave që janë gjetur deri më tani nga SPAK, me argumentin se kërkesa është e pabazuar në ligj dhe në prova. Bëhet fjalë për vendimet e marra nga gjyqtarja e hetimeve paraprak Irena Gjoka, e cila prej kohësh është në sulmet e ish kryeministrit Berisha. Një tjetër kërkesë që rrëzoi GKK ishte edhe ajo e kompanisë Kontakt, e cila kërkonte gjykim të shkurtuar dhe ndarjen e çështjes. Dosja për aferën Partizani kaloi për gjykim me 19 maj. Berisha do të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, pasi akuzohet se në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore. Edhe Amar Maltez është në akuzë për korrupsion, por edhe për pastrim parash. Sipas SPAK, ai ka përfituar të ardhura në vlerën 5.4 milion eurosh nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt fal vendimeve të qeverisë të marra nga vjeri i tij. Ortaku i Maltezit Fatmir Bektashi akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa trashëgimtari i tokës Xhimi Begeja dhe financierja Andja Pustina, që merrej me punët financiare dhe ligjore të kompanisë, akuzohen për pastrim parash. Po ashtu në gjyq për pastrim parash janë edhe 3 kompani: Kontakt, Complan dhe Studio Pustina.